Arta e vjetër ose Narta në rrethin e Vlorës Origjina, promovohet libri monografi historike me autorin nga Narta Kristaq Andon Pata. Për shkak të ndarjes nga jeta e autorit më 4 prill 2024, libri është botuar nga familjarët, ashtu si e la ai në momentet e fundit që punoi mbi të në 18 shkurt 2024. Familja plotëson amanetin dhe promovoi librin në një vjetorin e ndarjes nga jeta të Kristaq Patës. Të pranishëm në aktivitet intelektual, personalitete publike, miq dhe të afërm të autorit. Vajza e Kristaq Patës, Irena, i uroi mirëseardhjen të gjithë të ftuarve, ndërsa foli për jetën dhe veprimtarinë e babait të saj, duke cilësuar një prind dhe një njerëz shembullor. Po ashtu kemi qenë dëshmitar të një përkushtimi ekstrem që babi kishte ndaj punës. Ato oraret strikte të planifikuara në çdo hap të ditës. Fitimi i titujve shkencore akademik më pas ishin thjesht rezultati i kësaj pune, e përkushtimi që ai tregoi gjatë gjithë jetës. Specializime në shumë vende të botës, botime tekstesh universitare, pjesëmarrje në projekte të shumta kombëtare e ndërkombëtare, por dhe pozicione drejtuese të njëpasnjëshme që pati më pas, e ngritën akoma dhe më lart admirimin e krenarin që vetëm ne si familjar kishim për të, por besoj dhe rrethi i tij shoqëror. Megjithse e çoi librin e tij deri në faqet e fundit, babi nuk arriti ta fuste librin në proces votimi. E muajin e fundit të jetës më deshte drejtoja pyetjen më të vështirë që kam drejtuar ndonjëherë në jetën time. Ba, çfarë do bëj me librin? Dhe ai me syt mbyllur, thjesht përkuli pak kokën në drejtimin tim e më tha, si të duash ti, Irena. Kryetari i shoqatës Narta, Aleksandër Zoga, ka falendëruar familjen e Kristaq Patës për botimin e këtij libri, por edhe rektoren e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, Aurela Salia Idai, si një vajzë nga Narta, që mundësoi që ky aktivitet të zhvillohej në ambientet e Universitetit të Vlorës. Duhet të falenderojmë familjen e profesor Kristaqit dhe sigurisht zonjën Aurela Idai, bashkë me Universitetin e Vlorës, që mundësuan realizimin e këtij takimi dhe kësaj ceremonie përkultimore pranë ambienteve të Universitetit të Vlorës. Sot jemi mbledhur këtu në këtë sallë të Universitetit të Vlorës për të kujtuar profesor doktor Kristaq Patën, por edhe për të patur mundësinë për të promovuar librin e tij për artën ose nartën, siç njihet nga të gjithë. Unë kam patur mundësi që ta lexoj librin dhe mund t'ju them se ky libër paraqet disa fakte interesante. Si për shembull, kemi të bëjmë një pikë për shembull që është shumë interesante, është origjina e artës ose nartës, e cila sipas autorit e ka origjinën e saj nga antikiteti dhe jo sipas disa studimeve të tjera që daton nga shekulli 14-15. Një fakt tjetër interesant që jep profesori në librin e tij është në lidhje me origjinën është nga një fis i vjetër që është Artiotis, që do thotë në përkthimin e gjuhës shqipe i përkryer ose i përsosur. Referuesit thanë se Kristaq Pata është një intelektual klasi, duke vlerësuar mjaft figurën e tij. Para se të hyja në libër, më duhesh të njohja autorin. Kërkova në fjalorin enciklopedik të Vlorës, gjeta një CV të një intelektuali klasë, plot vlera kulturore, profesionale dhe më shumë se sa kaq, patriotike, sepse babai i tij pas ka qenë edhe kryetar i Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar. Tash unë me profesor Kristaqin ishim miq në kuptimin shpirtëror, fjalës dhe duke pirë shpeshherë kafe, unë shikoja që në tërë reliefin e kujtesës tij ishte vendosur narta. Si të bëj diçka për nartën, të bëj një studim për nartën, dhe ishte aq skrupulos sa ditë të tëra, kaluaj në vjet, në muaj dhe në vjet, duke shkuar në bibliotek, që unë e ndiqja në mënyrë kronologjike, dhe punonte duke eksploruar e zhytur në tërë maraton në historisë, të zhvillimeve historike, ku ka kaluar edhe narta. Pra ishte një prekupacion i jashtëzakonshëm. Unë kopa me librin, u përlota, u ma gjepsa, po thellë në vetvete, ashtu si Kristaq Pata kishte vënë një shënim në shkrimin e veprës së tij, se arta, pra arta e vjetër, është paqe vjetër sa njerëzimi, dyshova dhe mbeta në mjerimin tim fëminor, se miku im nuk i kishte thënë të tërë, ose ishte dehur me iden e përjetësisë së artës. Njerë më tha kur ishim mbledhur tek shtëpia juaj për emrin e tij, për Krishtlindje, më tha dua të shkruaj një libër, më tha për nartën. Dakor, të thash, po si do ta fillosh? Do ta filloj, tha, do të shkruajmë, tha, sepse nuk ka një bazë për të saktësuar origjinën, gjuhën, të kaluarën
të tashmen dhe ndoshta dhe të ardhmen e asaj zone. Ka përshëndetur dhe falenderuar të pranishmit edhe vëllai i Kristaqit, i cili ndau edhe disa kujtime, duke folur për vëllain e tij tashmë të ndjerë. Vëllai më iku, Janaqi. Pas Janaqit iku vllasi student në Shangaj në inxhinieri tekstile. Pastaj, në sajt të Kristaqit dhe të kontributit të tij, vazhdova liceun artistik në vitet 60-64, respektivisht 65 në Shtëpinë e Kulturës në Nart, më vonë 3 vjet në aviacion, mekanik, më në fund prapë në Shtëpinë e Kulturës. Më ndiqte këmba këmbës. Nuk më linte hap. Në kafene me shokët e tij, të gjitha shokët i kam parë në kafene bashkë duke pirë ku do që vende, ky thoshte ai shoku im. Ky shoku im, shoku im. Në momentet e fundit, si vëllai që isha këtu në Tiranë, nuk më tha një që jam sëmur. Më erdhi në mënyrë të papritur vdekja e tij kollosi. Me këtë studim, autori i është dashur një impenjim maksimal për një kohë të gjatë dhe të vjel fakte burimore. Ai me përkushtim dhe dashuri i shkroi vendlindjes dhe jo më kot duke lënë gjurmë e duke sjell kështu një botim të arir që vlen të lexohet nga të gjithë, punuar nga profesor Kristaq Pata, biri i Nartës dhe i Vlorës.